Shoqëria Rajonale Ujësiellës Kanalizimi është duke përfunduar punimet për rrjetin e ri të furnizimit me ujë në qytetin e Shkodrës. Për shkak të lidhjeve që do të bëhen në rrjetin e ri, ditën e premte me datë 5 qershor do të ketë kufizim të furnizimit me ujë nga ora 12 deri në orën 24. Inxhinieri Ardit Muçaj tregon zonat e prekura nga kufizimi me ujë, si dhe fton qytetarët që të marrin masat e nevojshme. Punimeve për ndërtimin e rrjetit të ri shpërndarjes të ujësjellës së Shkodrës të investuar nga KFV-ja gjermane, po vjen faza e lidhjes së rrjetit dhe funksionalizimit të tij. Si rrjedhoj ditëve në vazhdim do ketë në hyrje në rrjetin ekzistues të qytetit të furnizimit me ujë dhe do sjell kufizime kryesisht për lagjet në qendër qytetit, zonën e Rusit, zonën e spitaleve dhe zonën e Dobraçit. Kufizimet do jenë me orare deri në momentin e kryerjes së ndërhyrjeve. Kërkojmë mirëkuptimin e njerëzve për këtë pjesë, por punimet janë drejt finalizimit dhe mbylljes. Ndërprerjet do bëhen nga ora 12 deri në orën 24 darkë, prandaj lutim qytetarët që të marrin masat e nevojshme për këtë ndërprerje. Ndërkohë, për shkak të rrjetit të ri të ujësjellësit, të gjithë ata qytetarë që nuk janë abonent duhet të paraqiten në zyrat e kujdesit për klientin për të nënshkruar kontratat me ujësjellësin e Shkodrës në mënyrë që të mos penalizohen në furnizimin me ujë të pishëm. Gjithashtu shfrytëzoj rastin të sjell në vëmendje çështjen e kontratave për të gjithë abonentët e ri dhe ato të vjetër të cilët duhet të furnizohen nga rrjeti i ri i shpërndarjes. Paraqiten pranë zyrave të shërbimit klientit, ndjekun hapat e nevojshme për plotësimin e procedurës në kohë. Tubacionet e vjetra, rrjeti i vjetër shpërndarës do të nxjerret jashtë funksionit dhe do funksionalizohet vetëm rrjeti i ri. Si rrjedhoj, synojmë që të mos ketë abonent të cilët penalizohen nga mungesa e ujit të pishëm. Mos realizimi i kësaj procedure mund të sjellë vonesa në furnizimin me ujë të abonentëve. Gjatë këtyre ditëve, qytetarët ftohen që të informohen përmes faqeve zyrtare të ujësjellësit të Shkodrës për ditët dhe oraret kur mund të ketë kufizim të ujit të pishëm, derisa të vihet në funksion të plot rrjeti i ri që është drejt fundit.